çdo ditë më tepër kam njerëz dhe në terapitë private dhe në grupe dhe ju që më shkruani më merrni në telefon dhe më thoni që kam bllokime në jetën time, ose ju prindër që thoni për fati është mbyllur për fëmijët e mi dhe diçka nuk na shkon mirë. Dhe këtu dua të dëgjosh këtë video deri në fund që të mësosh në bazë të ditës të lindjes tënde pak nga të gjitha këto bllokimet që mund të ndodhin. Jam Erita Cake, mentore shkrimtare, terapiste shpirtërore dhe trajnere mësuese e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv. Jam këtu ndërmjet metodave të ndryshme të ndihmoj për të liruar plagët nga e kaluara, nga paraardhësit, për të lëshuar zinxhirët dhe të vesh çdo gjë në vendin e tij. Gjithashtu jam këtu si analistre e artës të kontratës të shpirtit me kodet e dritës, jam dhe krijuesja e Akademisë të Dritës me programe 21 ditore që mund të punoj si kusht në shtëpinë e tij, akoma dhe në grupe. Jam gjithashtu mësuese trajnere dhe drejtuese udhëheqëse e sistemit përfaqësik transformik 333, një nga metodat më të fuqishme që jam e para terapiste që kam sjellë në Shqipëri. Mund të shikoni në televizion dhe tek Rudina Magjistari, të shikoni dhe pak disa gjëra që kanë marrë gazetarët dhe operatorët si zhvillohet një seancë e tillë në grupe. Por sot të përqendrohemi dhe do fillojmë që këtu e tutje të bëjmë disa video me të gjitha këto informacione të jashtëzakonshme që mund të marrim vetëm me ditën e lindjes, sepse dita e lindjes nuk është thjesht një datë, po fshej shumë gjëra në brendësi. Dhe dëgjoni dhe më shkruani datën tuaj poshtë që të merrni dhe përgjigjen. Atëherë, në qoftë se çfarë bllokon fatin sipas ditës të lindjes. Ju që jeni lindur në datën 1, 10, 19 dhe 28 të çdo muaji, atëherë fati juaj bllokohet kur keni ego të fortë. Do të thënë jeni egoista. Kontroll mbi të tjerët. Kokëfortësi. Këto janë ato që bllokojnë të gjithë fatin tuaj. Po çfarë bëhet? Këto janë minusi, sepse energjia është në plus dhe në minus. Këto janë minuset tuaja. Por e bukura është që kur ne punojmë me të gjitha këto, atëre mund të kthejmë fatin tonë nga minus ta kthejmë në plus. Dhe të gjitha këto mund të arrini t'i bëjmë bashkë dhe në privat, në seancë private, por dhe në grupe. Prandaj jemi dhe mësuese dhe trajnerë. Atëherë, bllokimi që nuk të lejon rrjedhën e parave dhe të fatit tënd dhe nuk ke ndihmë nga të tjerët. Jo sepse nuk duan të tjerët të ndihmojnë, por ti nga që je në kokëfortësi, në kontroll mbi të tjerët dhe në mendjemadhësi, këto të bëjnë që të mos kërkosh ndihmë, ose dikur ke kërkuar dhe nuk të është dhënë. Këto nuk janë për kritik. Këto janë se të gjithë njerëzit pak a shumë jemi në plus dhe në minus. Puna është kur e di diçka, si mundet ta ndryshoj. Në qoftë se keni ndonjë pyetje, mund të më shkruani ose në privat ose këtu të komentoni. Atëherë shkojmë në grupi i dytë. Grupi i dytë, ju që jeni lindur në datën 2, 11, 20 dhe 29 të çdo muaji, bllokohet fati tuaj kur ju keni varësi emocionale. Shpeshherë dashuria është një varësi emocionale dhe ne në Shqipëri e kemi shumë të theksuar. Jemi të varur nga dashuria e të tjerëve. Dhe këtu kemi mënyra si mund ta rregullojmë prap sistemi përfaqësik dhe të jemi në një hierarki
sepse kemi ngatruar shumë role. Kemi qenë fëmijë dhe kemi në qenë rolin e më të mëdhenjve, kemi dashur të ndihmojmë në vend që të merrim nga prindrit ne japim. Akoma vazhdojmë ta bëjmë këtë. Kjo është një çrregullim i sistemit. Do të thënë, varësi emocionale, frikë nga refuzimi, vetë sakrificë e tepruar dhe bllokimi këtu bëhet sepse ti harron veten për të tjerët. Dhe për të gjithë ju të tjerët ka dhe grupe të tjera që janë lindur, do t'i shikoni këtu në përshkrimin e videos, gjithashtu do ju isha mirënjohëse dhe unë që të vazhdoj të bëj, se këto janë të gjitha dhurat që po ja u jap, që të vazhdoj të bëj video, shtypni zemrën këtu në TikTok, bëni dhe regjistrimin, më ndiqni këtu në TikTok, më ndiqni në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, në YouTube, Flutra me Fat 333 dhe shpërndajni këto video dhe në njerëz të tjerë. Kjo është vetëdia, siç kam thënë. Do të thënë është hapi i parë që mësoj të vërtetën vetëdijen. Hapi i dytë është që marr vendimin të bëj diçka ndryshe, e treta kërkoj zgjidhjen dhe kërkoj terapinë, dhe e katërta veproj nga terapia, për shembull nga kokëfortësia ose nga egoja, kur kthehem në anën pozitive, veproj tjetër ndryshe. Për të gjitha këto, këshilla, mësime, trajnime, mundet të komunikoni me mua në Viber, në WhatsApp dhe në Telegram, tek telefoni 0030 699 321 46 37. Atëherë, dhe për të gjitha këto janë pak, dhe terapia që do bëhet në datën 22 prill, ditën e mërkurë, ndërmjet platformës Zoom, do marrë çdo person dhe bllokimin e fatit, po jo vetëm kaq, por do mësoni dhe 6 kodet e fatit tuaj, që janë dhe këto që i kam bërë varse, dhe kush të dëshiroj do t'i flasim atë ditë, mund të porositi dhe varsen e saj që të arrit ta ketë dhe të aktivizuar që të arrin të japen rrugët e suksesit dhe në marrëdhënie, dhe në dashuri, në anën e biznesit, në punë, me familjen, dashuria në familje dhe gjithashtu dhe me partnerin. Edhe në përgjithësi e tërë jetës. Do të thënë nuk duket kjo varsja, do të thënë po janë numrat në bazë të ditëlindjes time. Për ju të tjerë që nuk e dëgjua, do t'i shikoni këtu poshtë për shkrimin, dua të më shkruani dhe të komunikoni dhe të komentoni që të ngrihen këto video dhe këtu në TikTok dhe në YouTube, dhe në të njëjtën kohë nuk mund të ndryshoj asnjë gjendje në qoftë se ti nuk bën diçka ndryshe. Për të gjithë juve që nuk e keni bërë artën e shpirtit, kontratën me kodet e dritës dhe dëshironi ta bëni, prap mund të komunikoni me mua që ta merrni të plot. Është 60-70 faqe A4 informacion dhe bëhet një herë në jetën tonë dhe analizojmë të gjitha fushat e jetës. Do të thënë është një dhuratë, është një busull që në qoftë se do ta vazhdosh, do ta dëgjosh, do punosh me këtë, sepse të thotë çfarë të bllokohet dhe të thotë si ta zhbllokosh çdo gjë, dhe do t'ju jap për dita nga disa shembuj, për shembull të njerëzve që të shikoni që çfarë ndryshimi bëhet. Zgjidhja është vetëm një, puna me veten tonë dhe veprimi. Jo vetëm marr një mësim dhe e le aty. Jo vetëm e bëj këtë artën, analizën e artës dhe e le në sirtar. Puna është ta lexoj dhe të veproj si ajo. Jam këtu për të drejtuar, për të udhëhequr, dhe jam këtu duke të thënë me përvojën time që kam ndryshuar shumë gjëra në jetë dhe vazhdoj të bëj për dita hapa të reja, sepse energjitë janë ato që ne na ndihmojnë të ndryshojmë, edhe vitet janë shumë të fuqishme dhe koha ikën shumë shpejt,
për revolimin tonë, sepse ne erdhëm të evolojmë. Më ndiqni në video tjetër se do jap shembuj të tjerë.